Selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe këtë të diel, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizionit Pendimi në emisionin ton të radhës Drita e së Vërtetës. Vazhdojmë rrugtimin ton me xhallar të ndryshëm deri në fund të kodikës, siç edhe kemi treguar emisionin e kaluar, për të pushuar në gusht dhe për të vazhduar në shtator përsëri dorë Zoti i Madhishëm. Jemi në vitin e ri, Hijret ose musliman, që përkon me vitin 1447. Dhe pikërisht për hijretin, apo mërgimin, apo shpërnguljen, qoftë e detyrueshme, qoftë për pikëqevjet, ne sonte kemi nderën dhe kënaqësinë që për hijretin, pra të kemi hoxhën e dashur dhe nderuar hoxhën Shaban Muradi. Hoxhë, selam aleikum dhe mirë se pruni Zoti. Aleikum selam, mirë se jeni, faleminderit. Në ndërrove pranin tonë, ndërrove Zoti i Madhishëm, pra kemi zgjedhur fakt për temën hijretin. Mësimet, porosit për ti. Fjala është për juve. Allah e shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Falenderojmë Allahun e madhruar. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Faleminderit për ftesën që na keni bërë në këtë emision që takohemi me shikuesit dhe ndëgjuesit e Radio Pendimit, me besimtar, vëllezër dhe motra, që me vërtet takime të tilla, ani pse këto organizohen do të thotë nga larg, mirë po janë mexhlise, janë tubime që inshallah e marrë me shpërblimin atyre mexhlise dhe tubime që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk takohen në ndonjë vend, në ndonjë shtëpi dhe mësojnë fjalën e Allahut dhe e përsërisin atë, përveç se në atë vend zbresin me laçet, përthakojnë me flatrat e tyre, dhe në atë vend zbret edhe mëshira dhe qetësia, zbresin do të mirat e Zotit. Normal tema e sotit që do të flasim është tema rreth hijretit. Hijreti, kur kemi të bëjmë si term fetar, normal gjithmonë do të thotë kemi për qëllim hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. Kjo është një ngjarje madhështore shumë, dhe për shkak që është ngjarje madhështore, edhe pastaj në kohën e Omerit kur kanë filluar, kur është pa e nevojshme që muslimanët me bën një kalendar të vitit vetën, do e kanë zgjedhur do të thotë ngjarjen e hijretit si piknisje e këtij vitit muslimanëve. Dhe pikë këtyt ka filluar do thotë atë llogaritet viti i parë i hijretit, viti i dytë, pastaj edhe kështu me radhë. E ne jemi do të thotë tash në vitin 1447 hijri. Thash ngjarje madhështore dhe ka pas një ndikim të madh dhe një kthes të madhe edhe në vetë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë edhe para se me marr muslimant ngjarjen e hijretit si piknisje të kalendarit të tyre, gjonat i kanë llogarit me hijret. Dhe jo vetëm kaq, por edhe kanë ndikuar edhe në dispozitat e fesë edhe në pjesë të zbritjen e Kuranit. Për shembull, kanë thonë i kanë ndarë ajetet ose kaptinat e Kuranit i kanë ndarë në kaptina mekase dhe medinase. Pse i kanë ndarë? Po varësisht prej cila është ajo pika, ajo vija që i kanë ndarë, me Mekase dhe Medinase ka qenë ngjarja e hijretit. Gjithë ato suret që kanë zbrit, ajetet që kanë zbrit, para se me ndodhi hijreti, i kanë quajtur Mekase. Ndërsa gjithë ato sure dhe ajetet që kanë zbrit pasi që kanë ndodhi hijreti, i kanë quajtur Medinase, edhe nëse kanë zbrit në Mekë, edhe nëse kanë zbrit në ndonjë vend tjetër. Kjo ka qenë ngjarje shumë madhështore, shumë e rëndësishme, pastaj do thotë edhe në veç zhvillimin e muslimanëve, në veç ndërtimin e shtetit të muslimanëve, që ka zhvillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet ka qenë ngjarje madhështore. Dhe kjo ngjarje ka qenë madhe, nuk duhet që nuk është vetëm një ngjarje, thjesht një ngjarje historike, them unë,
ose një ngjarje çat për të përmendur, ose për t'ia treguar njerëzve ose fëmijëve tanë sikur këto, po me lënë me kaq. Mirë po, do thot ka shumë domethënie, ka shumë mësime që nxjerrim prej saj. Realisht hijreti është i njohur tek muslimanët edhe tek popujt e mëhershëm, do thot. Nuk është vetëm me ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do në hijret do të thonë shpërngulje, ne edhe në vendet tona, për shembull përpara ka qenë shumë e theksuar kjo, në çdo katun gati u kon një mahall pak më e veçantë ose pak më në periferit katunit, po e ndar prej atij vendbanimi, edhe i kanë thonë muhaxhert. Do pse ata kanë ardhur, do thotë nuk janë vendas, po kanë ardhur, do thotë prej një vend të ardhur. Do nuk është fjalë e panjohur për neve, edhe në kohën e mëhershme edhe tek pejgamberët e mëhershëm, do në hijret ka pas. Do njeriu bën hijret, sidomos besimtari, bën hijret do të thotë për shkak të trysnive që i bëhen, për shkak që nuk i lejohet ta ushtroj imanin, besimin e tij, nuk i lejohet, do nuk ka siguri në zbatimin e porosive të Allah, nuk ka siguri në jetën e tij, edhe gjanë mundohet që të gjejnë ndonjë vend ku e gjen veten më rahat, më të qetë, edhe gjen veten ka mundësi ta manifestoj më të sigurt imanin e tij, më i lirë me qenë në jetën e tij si besimtar. Allahu xhalla xhelalu përmend në Kur'an hijretin për shembull të Ibrahimit alayhis salam. Wa qala inni hajirun ila rabbi. Ibrahimi pasi që i ka besuar Luti alayhis salam, Luti ka qenë djali i vllaut të Ibrahimit alayhis salam, pasi që i ka besuar Luti, së bashku me Lutin ka thënë qala inni muhajirun ila rabbi, ka thonë unë do të udhtoj apo do të shpërngulem te Zoti im. Do prej Irakut do ka shkuar në Palestinë. Pastaj do thotë edhe Allahu përmend edhe ngjarjen e Musait alayhis salam kur u shpërngul prej Egjiptit në Median. Do në shpërngulja, sepse kanë kërkuar, pejgamberët do kanë kërkuar një vend ku mund ta ushtrojnë misionin e tyre më shlirshëm dhe më rahat dhe më sigurt. Ndërsa kur kemi të bëjmë me hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mund të themi se hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e ka kuptimin e shpërnguljes, e ka kuptimin lënies së vendit vet dhe shkurjes në një vend tjetër të ri, megjithatë do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse do thotë e ka lënë vendin e vet për shkak të trysnive që i ka pas, për shkak të dhunës që u shtru mbi të dhe mbi shokët e tina, për shkak do thotë që ju ka rrezikuar jeta shokëve të tij, për shkak që nuk kanë pas mundësi ta manifestojnë imanin e tyre, besimin e tyre ashtu siç duhet, ka qenë shpallja hyjnore dhe urdhri i Allahu xhalla xhelalu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta lë Mekën edhe të shpërngulet në një vend tjetër, e që ai vend ka qenë Medinja. Shpërngulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë një ikje për vendit vet. E as nuk ka qenë një dezertim, them. E as nuk ka qenë një mos patje mundësi për mu ballafaqu me njerëzit, me popullin e vet. Mirë po, shpërngulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një zhvendosje momentale prej një vend, prej vendit vet, në një vend tjetër, me qëllim dhe me një që të kthehet edhe më i fuqishëm në vendin e vet. Që të kthehet edhe më i fortë, edhe më i fuqishëm, edhe ta shliroj vendin e vet nga idhujtaria, që është vërtetu pastaj me çlirimin e Mekës. Do thotë pejgamberi sa qysh kur e ka bë, do thotë shpërnguljen, qysh në atë moment ka qenë në mendjen e tij se një ditë do të vi, një moment do të forcohem me shokët e tij, do ta krijojmë shtetin islam, e pastaj do të kthehemi edhe do ta shlirojmë edhe vendin tonë, do ta shlirojmë Mekën, e që ka ndodhur kështu. Si mërzitur ka dalë, veç ka thonë sikur mos kishin detyruar. Po, ashtu, është e njohur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, kur ka dalë në periferit Mekës, u kthye edhe nere ka shiqu Mekën, edhe çapën edhe ka kajt, ka thonë je i dashur, nuk ka më dashur te unë se sa vendi im. Ti je më i dashur për mua. Mirë po, ka thonë më nxorën me zor. Ka thonë një ditë, pastaj do thotë sikur mos të më nxjerrnin me zor, kur nuk do ta lësha këtë vend.
Andaj do të pejgamberi sallallahu u shkue me mall, edhe me atë mallëngjimin se një ditë do thotë duhet më kthye prap, edhe duhet do thotë me vendos atë që është prej të vërtetës dhe me largue të kotën. Don kjo është kuptimi i hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normal, gjatë këtij udhëtimi që ka ndodhur, kemi shumë mësime dhe shumë përfitime të mëdha që neve na duhen në jetën tonë, edhe na forcojnë edhe në imanin tonë, edhe në bindjen tonë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Po na duhen do thotë mësimet e hijretit na bojnë punë neve në shumë momente dhe pozicione të vështira që i kalojmë në jetën tonë. Njëna prej normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vendosur për hijret, me bosh shpërngulin e hijretin, Ebu Bekri, shoku më i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka nuhat që pejgamberi do me bëni lëvizje. Se do në ka ardhur kulmi i keqtrajtimit, i maltretimit, i zullumit, i padrejtësisë. Edhe Ebu Bekri do thotë fillon veç me nuhat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta bëjë një lëvizje. Mbi gjitha edhe kur Ebu Bekri kur i sheh çish po zhvillohen ngjarjet në Mekë, jo besimtarët, paria me kase jo besimtarëve, fillojnë më seriozisht me marr punën e pejgamberit, ose duhet me izolu diqysh, ose duhet me fut në burg, ose duhet me likuidue, ose duhet me përjashtu me përzon prej vendit. I kanë dhënë këto opsione dhe këto janë prapë për rrugët e Mekës, na për njerëz. Ebu Bekri ka qenë prej njerëzve do thotë me nam, ka qenë me njerëz me personalitet në Mekë. Edhe i kanë dëgju këto. Edhe në biseda me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka nuhat që do të ketë një lëvizje patjetër, se nuk durohet më kështu. Atëherë do thotë çka ka thonë Ebu Bekri? I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Resulullah, ka thonë nëse e lën Mekën, edhe kur e ka marrë vesh se ka marrë vendim pejgamberi për me lënë Mekën, ka thonë a më lejon që unë të jam shoqëruesi në këtë udhëtim. A më lejon që unë të jam shoqëruesi në këtë udhëtim. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ti do të jesh shoqëruesi jam në udhëtim, thot Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit, realisht çika e Ebu Bekrit. Atëherë ka qenë e vogël. Thot Aisha, nuk e kam pa babën tem duke qajt pikëzimit, të i dalë lot pikëzimit, si kur a ditë kur e ka marrë lajmin se do të jetë shoqërues me pejgamberin sallallahu alaihi në udhëtimin e hijretit. Pra shiqo, gjithë ai musliman që ka qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vetmi që e ka zgjedhë Zoti, edhe kjo tregon për vlerën e Ebu Bekrit, i vetmi që e ka zgjedhë Zoti prej gjithë atyre shokëve, por më konë shoqërues me pejgamberin në këtë ngjarje kaq madhështore, ka qenë Ebu Bekri. E ka kajt Ebu Bekri prej gëzimit që e zgjodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka bëu Ebu Bekri. Dhe kjo është mësimi i parë që nxjerr me shpejtim nga kjo ngjarje. Çish duhet do thotë njëri me flijue për të dashurin e vet, për atë që e don për hir të Zotit. Për atë që sidomos kur e din që është një njeri me vlerë, një njeri i rëndësishëm në jetë, kur e din se ai çka po flijon për to, ai ka do thot idealet mëdhaja. Ai njeri do thot është i mësuar prej Zotit. Ebu Bekri çka ka bë? Krejt familjen e tij e ka fut në funksion të udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me djem, me vajza, me shërptorin që e ka pas, me pasuninë që e ka pas, me kejti ka thonë ja Rasulullah, ka thonë lema mua këtë udhëtim, unë ta menaxhoj. Unë jam sponsori i këtij, do të jem unë sponsori i këtij udhëtimi. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmetohet do thotë atë mushkun që e ka bë udhëtimin me to, e ka marrë do thotë e ka blerë me parë të veta. Nuk e kalon e ka thonë, po duhet që ta me pas temën. Tjera do të ketë gjona tjera, Ebu Bekri me ushqim, ka shku të shtëpia, ka bogati ushqimin, i ka përgatit familjen e tij, i ka thonë se cilët do të thotë misionet që kanë me i krye. I ka thonë djalit vet, ka thonë ne jemi në rrugë. Ka thonë dhe duhet dikun më unal për me hub gjurmën se po, kanë dëgju e ka ditë Ebu Bekri se mener do të shkojnë mbas tyre për t'i kërkue.
Ka thonë duhet ndalë me dikon për me munal me në një shpel edhe për me ju gjurmet. Esman, bijen e ti, i ka thonë ti duhet me na përcjell neve me na për ushqimin. Abdullajt i ka thonë ti duhet me Abdurrahmanin, në realitet djalit tina, i ka thonë ti qëndron në Mekë edhe lëviz na për shtëpit e parive me kase. Ku ata të bohen të shka dhe ndëgjej shka po ndodhë. Këtë lajmet Abdurrahmani djali e Abu Bekrit, këtë lajmet në kësham, të në ditën shka u bohe, shka po flitet, ja u ka pru e Abu Bekrit edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpel. Pastaj do thotë shërptorin, dele që i ka pas, edhe ata i ka ngarkue me mision. Në momentin kur del nga shtëpia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu shihet do thotë çfarë përgatitje i ka bë Abu Bekri familjes vet që ta majnë msheft këtë udhtim dhe askujt mos t'i tregojnë. Ka ardhur Abu Jehli te Esma dhe e ka nuhat Abu Jehli kur e ka pa që s'është pejgamberi, edhe i ka thonë edhe e ka ditë që vetëm Abu Bekri mund ta shoqërojë pejgamberin në këtë udhtim. Ka ardhur direkt te Abu Bekri, te shtëpia e Abu Bekrit. I ka thonë Esmas, bijës të Abu Bekrit, ka thonë ku është baba jot? Ku është Abu Bekri? Ka thonë nuk e di. Ka thonë ti çish nuk e di ku është baba jot? Sigurisht ja u kalon një lajm ka po shkon. Nuk di gjë, ka thonë, nuk e di. Nuk e di ku është. Edhe i ka ra Abu Jehli shuplak Esmas, sa që thuhet ja ka pkut vathin këtu në vesh. Edhe ka fillu veshit dhe me i rrjedh gjak, edhe nuk ja ka nxjerr asnjë llaf prej gojës Esmas. Edhe pastaj do thotë ka vazhdue kur ka nes një distancë, disa kilometra, Abu Bekri me pejgamberin ndalën në një shpellë, sot ajo shpella nuk është pjesë e haxhit, as pjesë e umrës që bëhet, mirë po vizitohet, por me ditë se vendi ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpella Thaur, shpella Hira është tjetër shpellë që i ka zbrit shpallja pejgamberit, shpella Thaur është shpella ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin. Do thotë Abdurrahmani ja ka angazhuar me lajmet me sjell. Esman do thotë ushqimin ja u ka prue, do thotë tek shpella. Atë shërptorin me dele i ka pas dy misione. E para do me i dhonë qumsh nga delet, qumsh të freskët, edhe e dyta do thotë me ardhë masi që të vinë djali e Abu Bekrit edhe vajza e Abu Bekrit, ai me ardhë me dele mbrapa edhe me i shlyje gjurmt edhe mos me pas do thotë, mos me ditë do thotë kur kush që ka pas njerëz që kanë hecë kësajte. Pastaj do thotë Abu Bekri, edhe këtu do shihet dashninë e madhe që ka pas Abu Bekri për pejgamberin dhe flijimin e madh që ka pas Abu Bekri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo rastisht ka thënë pejgamberi Siddiku hadhihi al-umma, ka thonë i sinqerti i këtij ummeti. Abu Bekri kur afrohen tek shpella, don patjetër duhet me një shpellë por me pushu pak edhe me hub gjurmët e jo besimtarve. Shpellë don në kodrinat e Mekës, shpellë e pabanueshme, shpellë që nuk është hikush aty. Abu Bekri ka thonë ja Rasulullah, ka thonë unë po hi pari. Ka thonë nëse më ngjon mu diçka, unë ta psoj ato. Ty mos ngoditin asgjë. Edhe ka hi Abu Bekri, edhe e ka pastruar shpellën, e ka këshyra ka diçka në egërsir, në diçka. Edhe ka pasë në shpellë do thotë ka vrima, nga hindrita dhe mund të shihet do thotë edhe pe jashtit brenda shpellës. Ka marrë dhe ka fillu me jek teshat, me shkye rrobet, edhe i ka mbyll do thotë vrimat e shpellës. Ato birucat, edhe pastaj njëna prej vrimave ka mbet hapur, nuk ka pas më tesha. Abu Bekri atëherë do thotë ka vendos kamën e tij, aty në shputën e kamës, edhe ul edhe ka thonë ja Rasulullah, hajde tash është e lirë. Tash është e sigurt. U hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur u hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pa Abu Bekri, pejgamberi i lodhur, raskapitur, ka thonë ja Rasulullah, ka thonë vendose fytyrën, kokën tonë në prehnin tim, edhe pusho pak se e lodh. Edhe ka vendosë pejgamberi në prehnin e Abu Bekrit kokën e tij. Në atë moment e ka fshon një akrep nga jashtë në kofshën apo shputën e Abu Bekrit.
Do në kafshimi i akrebit është sikur me të kafshu gjartë mjafton. Ashtu do thotë është i rënë shumë, edhe ka dhimbje të mëdha. Dikon vetë prus në disa raste. A? Edhe vdekje po. Edhe vdekje po. prus. Edhe Ebu Bekri i ka dhimbë shumë. Me lëviz komën për ja prish gjumin pejgamberit. Edhe i ka bo sabër, ka durue, nga dhimbta e madhe i kanë rrjedh lot. Lot e Ebu Bekri kanë rrofë fytyrën e pejgamberit. Pejgamberit i ka dalë gjumi. Edhe ka pa të thotë që është kafshu nga akrebi, i ka këndu edhe bereqeti i këndimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e është shërue do thotë nga ajo. Don aq as nuk ka pas lëvizje më të vogël mos më aprish rahatin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtij udhëtimi që ka bërë deri te shpella. Gjithashtu e transmetojnë. Thonë Ebu Bekri tregon për vete. Thotë shkojsha në anën her mbrapa, her para, her mbrapa, her në anën e djathtë, her në anën e majt. Vazhdimisht kështu. E pejgamberi më çudi ka thënë, Abu Bekr çka po bën kështu? Pse? Ka thonë ja Rasulullah. Ka thonë kur po jam mbrapa, po tutna që dikush po të vjen përpara. Edhe po dal po këshiri përpara, mos ka diçka. Kur po shkoj përpara si larg pak po kam frikë mos po na ndjek dikush bëj mbrapa. Edhe ashtu majtas edhe djathtat këtë do të ka vëzhgu vazhdimisht situatën, udhëtimin për shkak të sigurisë. Sigur këta bodyguardat që janë apo këto truproje që janë, do të thotë truproje profesionale dhe të veçanta që janë do të për secilin njeri që është do në funksion, edhe do të thotë kjo ka qenë do të thotë ai flijimi që Ebu Bekri e ka bërë për pejgamberin sallallahu alaihi. E pastaj do të thotë pasi që kanë qëndruar 3 net aty në shpellë, pastaj e kanë vazhduar rrugën drejt Medinës. Tjetri mësim që është do të thotë e rëndësishëm ta nxjerrmi nga kjo ngjarje, është edhe flijimi i Aliut radhiyallahu anhu. Aliu do të thotë djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, flan në shtratin e pejgamberit atë natë kur pejgamberi e lën shtëpinë e tij. Atë natë do thotë është marrë vendim nga fiset në Mekë që kanë qenë, nga Kurejshit dhe të tjerët, nga çdo kabile me marrë një person, një tri me shpatë në dorë, edhe me rrethu shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thotë me i ra, kur qelin sabaj, kur të dalin pejgamberi për sabah në xhami, me i ra do thotë se cili me shpat edhe mu shpërnda, kanë thonë gjako, na për gjithë kabilet, edhe mos me pas mundësi fisi i pejgamberit pastaj me marrë gjak të kasnja. Sepse kam pas frikë, nëse një fis e merr përsipër likuidimin e pejgamberit, kam pas frikë se fisi i pejgamberit pastaj do ta mirë, megjithatë do thotë e kam pas atë fanatizmin mes vete. Edhe pse do thotë pejgamberi ashtu do për me mbrojtë njëri tjetrin, kjo ka qenë do thotë tek arabët është e theksuar dhe sot e tutje. Pastaj do thotë pejgamberi atë natë që ka marrë vesh vendimin jo besimtar Paris me kase, atë natë ka vendosur me lanë shtëpinë. Gjithë janë mbledhur rreth shtëpisë, i ka thonë Aliut radhiyallahu anhu, ka thonë apo flantin shtratin tim. Pse pejgamberi sa me kalon Aliun me flet shtratin e tij? Jo për shkak që s'ka mujt me dal prej shtëpisë tina. Mirë po, tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë jo besimtarët, gjërat e shtrejta që i kanë pas, dhe me vlerë, që nuk ka pas siguri milon as shpinë e vet, i ka çu tek pejgamberi, ka thonë këna i runë. Megjithëse kanë pas kundërshtim me ta, do të kanë luftue, në misionin e tij, po, ama këna i runë, veç kë do thotë nuk na i keq përdor. E kalon në shtrat e Aliun radhiyallahu që kur shkojnë pejgamberi për shtëpisë nesër kur dihet që mos është pejgamberi aty, me ja kthy secili do thotë ato emanetet ai që njerëzit që i kanë lënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aliun këtë rast do thotë edhe pse ka qenë një shumë i ri, do të ka qenë fëmijë, mirë po dashnia ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i gatshëm Aliu që të flijoj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast edhe pse e ka ditë se ka mundësi do thotë shpatat e atyre që ngriten jo besimtarë, në atyre trive, do ta godasin me një moment Aliun dhe të përfundoj jeta e Aliut. Mirë po, kjo është ideal i madh, kjo është do thotë qëllim dhe synim, që Aliu do thotë e ka pas gajle veç pejgamberin, nuk e ka pas gajle vetën sikur Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe kur ngritet në mëngjes do thonë shohin që
në shtrat Aliu e jo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në atë moment do e marrin vesh jo besimtarët, do të edhe përhapet lajmi se pejgamberi e kalshue. Edhe zyrtarisht tashmë vesh. Edhe zyrtarisht edhe pastaj mirët vesh kjo. Pastaj në një vërsul mbrapa që ta ndjekin dhe na për lugina, na për kodrinat e Mekës, nuk kalon do të thotë vend pa kërkue, do në edhe rasti kur kanë ardhur deri tek shpella, që Allahu Azza wa Jalla ka përmendur edhe në Kur'an, këtë ngjarje, do në hijreti pejgamberit është i përmendur në Kur'an, kur kanë ardhur deri tek shpella, Ebu Bekr është ut. Ka thënë ja Rasulullah, ka thënë nëse se kanë hyrë përmi të rrasat gurit, ka thënë ja Rasul, përmi shpellë kanë hyrë edhe po vëzhgojnë. Ebu Bekri i ka ndëgjue lëvizjet e kombëve të tyne. Ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, dikush me këshyrë veç poshtë, ka thonë, neve na zonë. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, në surën At-Tauba Allah ka zbrit këtë ajet, ka thonë dhe kur ata dy ishin në shpellë dhe kur shoku idh qala li sahibi dhe kur pejgamberi tha shokut vet la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u pikëllo edhe mos u dëshpëro se Allahu Azza wa Jalla është me ne. Nga ky moment nxjerr me një mësim tjetër shumë të rëndësishëm që na nevojitet neve në jetën tonë, e që është do të thotë gjithmonë duhet në planet tona, në projektet tona, duhet kemi besim të madh se do të realizohen ato. Shpeshherë dhe kjo është dështimi më i madh i njerëzve në jetën e tyre, në projektet e tyre që i kanë, sepse do të thotë gjithmonë e ka atë frikën edhe atë panikën se a thu do t'ja dal apo nuk do t'ja dal. Mendon para ka dështimin e jo suksesit. Po, e mendon para se me mendue sukses dhe mendon dështimin. Edhe kjo ndoshta edhe e stopon por shumë projekte madhështore që ka kapacitet me i bo, mi po a thua ja dal, mos po dështoj, mos po zbrasna pastaj. E kjo është mësimi i madh që pejgamberi më ka thonë mos u pikëllo, mos u dëshpëro, se Allahu është me ne. Tjetra mësim që është në nxjerrja apo marrja sebepeve, marrja shkaqeve. Këtë këtë udhtim që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asnjë moment do nuk e ka bëu pa i marrë shkaqet dhe sebepet për me krye një veprim. Fillimisht do thotë mas pari rrugën që ka bo pejgamberi do të ishte mundur me bo haptas edhe me qenë mbrojtjen e Allahut, edhe mos me mujt kush me bo një të keqe pejgamberin, me dëmtu pejgamberin. Allah është i plot fuqishëm, mirë po pejgamberi sa i ka bo e ka bo fshetas udhtimin, ka bo natën, nuk ka dal ditën, po përgatitjet, pastaj do të mjetin e udhtimit. Këtë këto sebepe dhe shkaqe që duhet me i marrë njeri në jetën e tij. Nuk është mbështetje tek Allahu xhalla xhala me thonë unë e kam imanin e fortë, unë i mbështetem Allahut, e as do thotë mos me punue, as mos me mësue, as mos me angazhue, as mos mu lodhë dhe me thonë unë jam musliman i mirë. Jo. Mirë po, dallimi besimtarit të mirë është se i përdor shkaqet, mirë por nuk mbështetet tek shkaqet. Shumë njerëz në këtë dunjë do thotë që nuk e kanë imanin e plot, do të mendojnë se shkaku është ai i cili jep rezultat. Thotë si ta bëjën e qëto, si ta arris, si ta përdori qëtë metodën e kom e pas 100% sukses. Nuk bën kështu me thonë besimtari. Ti du të me përdorë metodën edhe du me përdorë atë sebep, atë shkak, mirë për me thonë rezultati është në dorë të Allahut. Në rezultati është në dorë të Zotit. Këto janë disa prej mësimeve që na e nxjerrmi me të vërtetë ngjarja e hijretit, është ngjarje do të shumë madhështore, që besimtari duhet vazhdimisht ta lexojë dhe ta studiojë. Ngjarje që po them që kalon gjurmë të mëdha edhe në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe në jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarje që me gjet sot shok të tillë hoç. Që kishin më na shoshëruar në situata të tilla. Po problem. Po kur është do thotë lidhja e sinqertë dhe dashnia për Allahun azza wa jall, ka vëllai edhe raste të sodit që njerëzit flijojnë për njerëz që e dinë se kanë vlera edhe kanë do thotë kanë merita, ama kur ta shohin që ai që ti do thotë don me fliju për to, kur ta shohin që nuk është i sinqert, ka qëllime të caktuara, ka do thotë agenda të caktuara, atëherë normal njerëzit tërhiqen edhe zbrapsen. Po ta kish një jetën e sinqert, si udhëhec, si pris, ta kish një jetën e sinqert, vallahi ki me pas edhe njerëz do thotë që
përkrahin. Thuhet që edhe kundërshtar dorëzon, Po, edhe siç është dorëzu ai që e ka takuar Muhamedi alayhis salam, që veç ka dashur me Edim. Po, ashtu. Suraka nëse s'gaboj. Po, Suraka ibn Malik. Do ai vetë bien kontakt me to edhe Ashtu po. Hijreti i pejgamberit është do të thotë është mësim edhe porosi dhe është ngjarje që nuk na jepet mundësia na ta shpjegojmë brenda një orë ose një emisioni që siç e kemi do të thotë në E para shtirë me gjithë një njeri që për cilën do të bënim atë që ka bërë Ebu Bekri për Muhamedi alayhis salam, edhe e dyta me u tërheq armisht, siç ishte fjala për Surakën, kjo kogja sfiduese, kogja. Ashtu. Suraka ibn Malik do thotë i ka thonë pejgamberi sa më ka thonë Suraka, ka thonë ti do t'i marrësh do thotë kurorën e mbretit persian. Hiç dorë nga vetë. Hiç dorë nga kjo se do ta marrësh kurorën e mbretit. Suraka u habit ka thonë. Çfarë po thotë ky njeri? Ka thonë unë sot këtu në shkretit me një kali kur gja para vetet. Ky po shkon te Persia. Po, dhe po shkon atje te persian. Pastaj do thotë edhe mësimi tjetër që ne don shpresën që do ta ketë besimtari në jetë. Nuk do të mu dorëzu, pa marrë parasysh sprovat, pa marrë parasysh do të sfidat që i ka në jetë. Në asnjë mënyrë nuk do të mu sprovue. Bile në momentet më të kritike kur je atëherë jepi vullnet më shumë të vetës. Jepi shpresë më shumë vetes se ai është momenti më kritik që tyje mund me të zbrapsë dhe me të largue prej synimit që e ki dhe prej qëllimit që e ki. Pejgamberi në momentet më të vështira gjatë rrugtimit, gjatë hijretit, do thotë qysh e përmendim i ka thonë Abu Bekrit mos e ki der ti. Allah është me neve. Ai na mbron, ai është do të kujdestari ynë, edhe kanë të kalue. Këto janë disa prej mësimeve që na jep kjo ngjarje madhështore. Faleminderit Allah shpëlet për këtë emocione që na solle. Ne po shkutim për pak pushim, për pak reklam, ilahit përzgjedhur nga Regjia, kushtrimi më sakt, për të rikthyer në pjesën tonë të dytë edhe tuajën madje. Pjesën kontaktuese, ku ju bëni pyetje në lidhje me temën apo për gjithçka që ju intereson për dhe rreth Islamit. Qëndroni me ne, kthehemi vetëm pas pak.